الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أيها المؤمنون الحاضرون اتقوا الله تعالى وأطيعوه Ham falënderimet tona të panumër të qofshin për Allahun Gjeleshanuhu dhe salatet e selamet tona të shumë të qofshin për më të zgjedhurin e njerëzimit, Muhammedin a.s. Familjen e tij të pastër, shokët e tij të ndershëm dhe mbi gjithë ata që e ndjekun rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër dhe motra, jemi sot në hutbën e 4 të kësaj teme që jemi duke u shoqëruar së bashku tash e 4 javë, temë e cila ka të bën me dhunti të cilat i kemi emërtuar si të pafalenderim apo spaku të pafalenderim të mjaftueshëm e të cilin e meritojnë padyshim prej çdo njerit prej nesh. Për 3 dhunti kemi folë gjatë 3 hutbeve të kaluara e që nga natyra e këtyre hutbeve që po ja u kushtojmë, jemi duke u munduar që secilës me ja kushtu vetëm nga një hutbe, edhe pse me siguri se është e pakt një hutbe për to. Si dhunti të 4 që kemi menduar dhe të flasim për te sot, është padyshim një prej gjymtyrëve me të cilat Allahu Gjeleshanuhu na ka furnizuar çdo njërin prej nesh. Është fjala për një gjymtyrë e cila sa do që punon edhe vepron nuk din më u lodh. Është prej dhuntive mjaft të mëdha, do thotë, të cilat Allahu Gjeleshanuhu na ka furnizuar pamundin ton më të vogël. A nuk është kjo gjuha? A nuk është kjo dhunti, ky nimet të cilin Allahu Gjeleshanuhu në esencë na ka furnizuar me te që përmes saj me mbjell sa më shumë pemë, do thot, në xhennetin e Allahu Gjeleshanuhu për secilin për vete. Pasi që edhe pejgamberi alayhis salam në këtë aspekt na ka njoftuar dhe ka thënë men qala subhanallahi alazim wa bihamdihi ghurisat lahu nakhlatun fi aljanna. Thot ai njeri që thot subhanallahi alazim, këtë fjalë do thot wa bihamdi, këtë hamd falënderim dhe këtë tasbih, këtë lartësim të Allahu Gjeleshanuhu, thot të tillit i mbillet një pemë, do thot, apo një do thot hurme e madhe, do thot, në xhennetin e Allahu Gjeleshanuhu. Vetëm me këtë fjalë, për çdo fjalë të përsëritur të tillë, bi idhnillah, do thot, neve garantojmë vetit nga një pemë e cila do të na bën të mundur çështjen e përjetimit të hijeve të cilat e dim fort mirë që me të vërtetë në atë ditë do të ketë nevojë, thot, çdo njeri prej nesh. Prandaj edhe në tjetrin hadith pejgamberi alayhis salam na e kujton edhe thot se kur fjala për njerëz që kanë me përjetu xhennetin, thot leysa yatahassaru ahlul jannati ala shay'in illa ala sa'atin marrat bihim wa lam yadhkuru Allah azza wa jalla fiha. Thot nuk do të ndodh që xhennetlit nesër ku do të jenë, do thot, në xhennet, se do t'ju jetë zhigt për diçka nga kjo botë që eventualisht të kthehen në këtë botë, thot, me përjashtim të asaj ore të cilën e kanë kaluar pa e përkujtuar Allahun, pa dhikr të Allahu Gjeleshanuhu. Vetëm ajo orë që eventualisht e kanë kaluar pa e përmend Allahun Gjeleshanuhu, që ajo komi udhimt që eventualisht me u kthye, e çka këtë gjuhë me e përdor, mos me elan me ndajt, pasi që kjo biidhnillah edhe nuk din më u lodh, po mos më u lodh në tjera që e dim zakonisht që shumë prej njerëzve e angazhojnë me diçka tjetër, por kanë me qenë xhennetlit ata të cilët kanë me pas dëshirë që eventualisht më u kthyn këtë botë, ndoshta që çat orë që e kalon njeriu pa përmend Allahun Gjeleshanuhu që edhe atë me shtim në këtë funksion. Prandaj edhe në këtë aspekt tu i pas parasysh këto edhe sa hadithe e ajete tjera me të cilat Allahu Gjeleshanuhu dhe pejgamberi alayhis salam neve na porosisin, të parët tanë janë mundu që këto gjëra me i zbatu në aspektin e tyre praktik. Nuk i kanë marrë veç si çështje teorike, nuk i kanë marrë veç si spjegime që na për fat të kesh ndoshta po sprovohemi me to,
por janë munduar që gjithsesi në aspektin praktik në jetën e tyre me e tregu këtë. Prandaj edhe ka qenë prej të tillëve një Makhled ibn al-Husayn radiallahu anhu thot: ma takalamtu bi kalimatin uridu an a'tadhira minha mundu 50 sene. Thot vallahi sa e di veten, nuk ka ndodhur thot që 50 vite me fol ndonjë fjalë për të cilën kisha me dëshiruar me kërku falje për të. 50 vite do thot që i kam lanë mrapa, nuk di për veti që e kam fol një fjalë për të cilën sot kisha pas dëshirë me i thonë dikujt na më fal. Se të kam rënu, apo se kjo gjuhë me një fjalë ka qitë diçka që Allahu xhaleshanu eventualisht nuk është i kënaqur me te. Në këtë aspekt të e pas parasysh përdorimin e këtij nimeti, kësaj dhuntie, me atë që Allahu është i kënaqur edhe për çka në vërtet është e krijuar. Një rast ka qenë një Maruf el-Karahi radiallahu anhu, edhe i cili ka shku për t'i rregullu mustaqet të një, do thot prej frizerve apo berberve që pi i quajmë ne. Edhe është ulë dhe i jep shej se për çka është ardhur. Edhe ai njeri do të fillon të punon në mustaqet e tij dhe ky duke ndërpren fare dhikrin, të cilin do thot ishte duke përmend Allahun xhaleshanu. Ai e pyet, thot se si me një fjalë, sikur te ne sot kur shkojmë mashallah te çfarë predon në mënyrën italiane apo s'di çfarë thot sa emërtimet që i kem. Te frizurat e ndryshme, te gjërat e ndryshme sen, ky njeri s'përgjigjet, ky pe vazhdon dhikrin e vet. Edhe në fund kur e përfundon edhe dhikrin edhe çohet, thot pyeta bre burr, thot si e qyshe tek. Thot i pyete po tha ente tamel wa ana amen. Thot ti je tu punu, po tha edhe unë jam tu punuar. Ha? Edhe unë isha i zonë me një fjalë, edhe unë kisha punën tëme, ti bën punën tënde, unë tëmen edhe u kry puna. S'ka filozofi do thot shumë të mëdha sen, s'kemi nevojë për shumë fjalë mes vetë, thot neve kuptohemi. Më rëndësi është do thot që kjo gjuhë që Allahu xhaleshanu na ka furnizuar me të, me shenjave të cilën biidhnillah e përdor me ashtu si ka porositë Allahu xhaleshanu. Rasti ngjajshëm me këtë, një prej të parëve gjithashtu kërkon njëri se po e pengon se ai duke lëviz tashti edhe buzët, edhe gjuhën duke përmend Allahun xhaleshanu, thot po më pengon se mos po të dëmtoj asan. Në fund i thot edhe i thot ndale, thot mos i lëviz buzët. Thot lutem, thot ndale kohën, thot edhe unë do t'i ndali buzët. Nëse ndalti kohën, edhe unë do t'i ndali buzët nga përmendja Allahu xhaleshanu. Por përderisa nuk ke mundësi këtë, atëherë kry punën tënde edhe unë do ta kryj temën biidhnillah. Në këto aspekte po them kemi shembuj, të cilët po them me të vërtetë inshallah don Allahu xhaleshanu e diçka na mbetet në kokat tona prej këtyre kolosëve të mëdhej, të cilët në mënyrë praktike kanë treguar se çka është ky din. Në aspektin praktik na kanë mësuar se çka është muslimani, praktikuesi vërtet do thotë i këtij dini e jo vetëm aspekte teorike. Prandaj në këtë aspekt një Daud ibn Abi Hind ka qenë gjithashtu prej edukatorëve edhe pedagogëve shumë të mëdhenj. Edhe ka punuar me të madhe thot me rini në edukimin e tyre dhe fëmijëve. Prandaj kur ka dashur me i eduku në aspektin e përmendjes së Allahu xhaleshanu dhe dhikrit, në aspektin praktik, e ka zgjedh metodën më pedagogjike që mund ta paramendon thot njeriu. Edhe ju thot aty nëse un kur kam qenë sikur ju, i ri me një fjalë i vegjël, kur më çoj ke prini do thot në dyqan për të blerë diçka. Kur shkojsha edhe e blejsha atë mall me një fjalë që më ka porosit prindi, kur nisha me u kthy prej dyqanit, i caktojsha vetit se deri te filan vendi ko me këndu dhe thotë dhe ko me përmend Allahun xhaleshanu kaq herë. Ndërsa prej atij vendi kur visha në atë vend thot prap e obligojsha veten me kaq herë deri në shtëpi. Gjë që neve ndoshta mund të themi se më një herë pse ky njeri si u ka thonë më një herë atyre që do thotë e kam obligu veten me përmend Allahun xhaleshanu prej dyqanit deri në shtëpi me kaq herë për shembull. Por për e ndan edhe qatë pjesë që s'ka qenë edhe ku me ditë sa e madhe, ajo pjesë prej shtëpis deri në dyqan. Po e ndan në dy pjesë për të na mësuar edhe neve në aspektin e pedagogjisë, edhe aspektin e pasjes parasysh së kokës, edhe fëmijut, edhe triut, po edhe të njeriut në përgjithësi e cila ka nevojë të hëtë për periudha, ka nevojë për çështjen e ndarjes së kohës, programimin, aspektin e orarit, gjëra këto po them të cilat i ka mësuar këtë mënyrë dhe prandaj ka qenë ndikues, edhe talebet e tij dihen se kanë qenë vërtet njerëz të devotshëm, si kanë qenë ashtu edhe në aspektin e arritjes së ilmit në të njëjtën kohë. Shembuj kemi të këtill që po them ndoshta
vërtet një hutbë nuk i barë që eventualisht të gjithë të i marmi, por sikur se është nimet edhe dhunti, çështja e gjuhës ka mundësi edhe me qenë dhe thot një prej dhe thot gjërave të cilat më shumë ti dhe na marrin qafë, e të cilat e dim se në të njëjtën kohë dhe pejgamberi alayhis salam edhe për këtë anë na ka njoftuar për gjuhën. Edhe ka thënë se dy janë këto dy gjymtyr të cilat më shumë ti i çojnë njerëzit në zjarr. Ka thënë çështja e gjuhës edhe organi gjenital. Këto dyja nëse ju mi garantoni, ka thënë bi'idhnillah unë ju garantoj juve xhenetin. Prandaj po them se sikur se është nimet edhe dhunti, të cilën duhet të harrojmë pas ka mundësi me u shndrua edhe në të kundërtën, e të cilën jemi dëshmitar se shumë prej njerëzve janë duke e bërë të dytën e kursesi atë të parën. Prandaj edhe pejgamberi alayhis salam duke na tërheq vërejtën në këtë dytën, ka thonë inna ar-rajula la yatakallamu bil kalima la yara biha ba'san yahwi biha fi an-nar 70 kharifan. Thot ndodh që njeriu e flet një fjalë të cilës nuk ja vën veshin fare. Thot po për shkak të thonjes së asaj fjale, për shkak të qitjes së asaj fjale nga goja, thot do të dënohet në zjarrin e xhehenemit mas 70 vite. Një fjalë që e llogarit shumë të thjeshtë. Prandaj këtë edhe ja ka thonë vetë shoqës se vetë pejgamberi alayhis salam. Këtë ja thot nënës e besimtarëve, Aishës radiallahu anha, e cila e dini fort mirë që është provu me një rast kur fjala për Safijen radiallahu anha, e cila ka qenë vërtet shtashkurt prej trupit. Allahu xhaleshanu ashtu e ka kriju. Por Aisha, duke pa pejgamberin alayhis salam se po, ka qenë njeri i drejtë ndaj gjithëve, edhe ndaj gjitha grave. Prandaj me një rast, sikur se një lloj zilie e vogël e ka plën Aishën radiallahu anha, edhe i drejtohet pejgamberit alayhis salam kur fjala për Safijen se ajo është me një fjalë pa shtashkurt. Pejgamberi alayhis salam i drejtohet edhe i thot tash Aishës, laqad kulti kalima law muzijat bima al-bahri lamazajathu. Thot vallahi Aisha, thot e ke thonë një fjalë këtë rast, thot që sikur të përzihej ajo me ujtë e detit, kishte me përzi, me një fjalë me ndot. As fjalë e rand e ka llogarit pejgamberi sa këtë shprehje të Aishës. Vetëm se ka dhënë shaj, do thotë se eventualisht jo që ka fyme ku me di çfarë fjale, të cilat neve do thotë e dim fort mirë se çfarë zhargonit fjalëve kemi në përditshmërinë tonë. Sidomos kur është fjala e motrave tona. Edhe pse për fat të keq edhe na burrat më vesh nuk jemi duke ja ushu udhën fare. Është një gjashtje, është një realitet që është tepër i hidh në këtë aspekt të cilin po them se duhet vallahi çdo njeri prej nesh me kontrollu veten. Njeriu që është i heshtur, tek ne themi pa ky naiv. Ky njeri naiv do thotë, se s'po flet, shumë i heshtur, shumë i mbyllt filani. Nuk është i mbyllt, edhe nuk është naiv absolutisht. Përkundrazi, prej do thot sifate dhe cilësive të njerëzve të urtë, të mençur, është çështja e heshtjes. Njerëzit që me një fjalë janë të urtë, din me i këshillu, edhe din me i thirr, edhe me bë davet tek njerëzit, edhe përmes heshtjes. Edhe shpesh herë le të jemi të bindur se heshtja po e cila është me dhikr, me përmendje të Allahu xhaleshanu kuptohet. Shpesh herë kjo ka mundësi biidhnillah me ndiku më shumë në masa, edhe me dërgu mesazhin ton që eventualisht e dojmë, me dërgu të njerëzit më shumë kjo se sa kur flasmi. Por ja se për fat të keq neve si jemi mësuar që me bisedu do thot duke hesht. Si jemi mësuar thot me ul edhe zbashku me përkujtu Allahun xhaleshanu 10 minuta. Bëhet nami 10 minuta me najt na pa bisedu zbashku. Sikur se nuk kemi me kënd bisedojmë na tjetër veç pa tjetër neve me lomotit me zveti edhe mos me ndal gjuhën kur. Gjuha po nuk duhet më ndal kur, edhe jemi të porositur mos me elan kur me na uter gjuha. Por mos me elan me na uter nga dhikri i Allahu xhaleshanu, nga përmendja Allahu xhaleshanu, por jo me gjërat të cilat për fat të keq neve për fat të keq po na ndodhet ti bëjmë. Ka qenë një Kharija ibn Musab, thot sahabtu ibn Aunin 40 sene, thot e kam shoqëruar kët ibn Aunin mas e 40 vite, thot fama a'lamu anna al-malaikata katabat alayhi khatiyatan idha aghdabahu ahadun qala lahu barakallahu fi. Thot e kam shoqëruar kët njeri mas e 40 vite, thot edhe vallahi thot nuk di thot që ndonjë mëkat
apo ndonjë të keqe, ndonjë fjalë të rëndë që me laçet ti njeri ja kanë shkruar, që ti Ibn Aunit. Thotë edhe ky njeri ka qenë i atill që kur e hedhroi ke dikush, jo me u ngritë dhe me ngritë zanë, apo me poshtruë, me nënçmuate, po i thej ke atina barakallahu fik. Allahu me një fjalë ty të qoftë bereqet në ty, edhe të me një fjalë të udhëzohet me fjalë të mira, po kurse si, ma shkurt thot me ngritë zanin apo gjërat të cilat ndodhin tek ne për fat të keq. Ma shkurt kur fjalët e çështja e heshtjes edhe të folurit. Besoj se është temë, po them, e gjanë që na në këto hyrje nuk jemi duke u thelluar dhe duke u zgjeruar në këto aspekte. Por e dini fort mirë se dietarët islam kanë folur dhe janë ndarë në dy grupe. Ata të cilët e kanë përkrah çështjen e të folurit, edhe kanë thonë se më e dëshirueshme është ajo që njeriu me fol se sa me hesht. Një grup tjetër i dietarëve kanë thonë se jo, më e preferuar është heshtja se sa të folurit. Por Hasan el-Basriu radiallahu anhu e ka nda këtë mos pajtim në mes të këtyre dy grupeve, duke i pajtu më shkurt që të dy grupet edhe ka thonë imla'ul khairi khairun min as-samt wa samtu khairun min imla'i sharr. Ka thonë të folurit e të mirës, ajo që duhet me u fol, ka thonë është më e mirë se sa heshtja, por ka thonë heshtja është më e mirë se sa të folurit e asaj që nuk duhet me fol. Prandaj gjeje veten në këtë baraspesh, edhe mos mendo se gjithmonë vetëm njëra është e preferuar. Se përkundrazi kur është me një fjalë e keqja para vete, kur ti e sheh me një fjalë haramin duke ndodhur para syve tu, kur e sheh pa drejtësinë duke u realizuar para te, edhe unë do ta zgjedh heshtjen. Jo, në këtë rast është haram me hesht, është e ndaluar. Përkundrazi duhet me ndërhy, duhet me fol, duhet me ndru të keqen, edhe më herët tham men ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa dhalika adhafu al-iman. Ai që shef nga ju një të keqe, thot pejgamberi alson, le ta ndron atë. Me ndru të keqen duhet gjithsesi. Thot nëse me çka mas pari me dorën e tij nëse ekziston mundësia. Po nëse atëherë me gjuhën ke mundësi me fol, thot, me tregu të damin e asaj të keqe, me tregu çështjen e asaj padrejtësie, me tregu thot pasojat e saj asaj çka janë. Si në këtë botë, po dhe në ahiret. Edhe treta është edhe me çështjen e zemrës, edhe kjo është shkalla më e ulët e imanit. E çështja e zemrës është që mos me hesht, edhe në këtë rast po një nga një me ju shku njerëzve, edhe m'ja u tërheq vërejtjen hot për të keqen. Muslimani është i tillë që kur e shet të keqen, po nuk hesht. Veç në momente kur e lyp hot me hesht, nuk është prej atyre që nuk tin më undal. Nuk është prej atyre llomoticëve që do thot me një fjalë, nuk ka karar as nuk ka stacion kërkun. Po din me një fjalë kur duhet me fol, din edhe kur duhet me hesht. Po kur flet, e flet atë çka është që duhet me fol. Kur hesht do thot edhe për kujton Allahun xhaleshanuhu. Prandaj në këtë aspekt ka qenë një rast një njeri thot i sprovon me çështjen e gibetit ndaj vëllezërve të vet. Edhe prandaj edhe në një mezhlis të njërit prej gjykatëve, prej kadive të Basrës në atë kohë, që ka qenë Iyas ibn Muawiya al-Muzani radiallahu anhu, ka qenë kadi i Basrës. Edhe një njeri ka shku dhe ka fillu me fol kundër një vllau të vet, fjalë të randa, akuza me një fjalë, gibet sa që po mund po bën. Ky kadi, ky gjykat po e ndëgjon këtë njeri që është i sprovun me këtë sprov kaq të randë që e dim se çfarë peshë ka. Prandaj kur e kryen ky i drejtohet ky gjykat se dhe i thot këtij: e gazawt ar-Rum. Thot la, thot a i ki luftu e romakët, që në atë kohë thot ka qenë çështja e perandorisë romake, thot jo. E gazawt e Sind, a ki luftu thot Sindin që ka qenë Hindia dhe Sindin që ka qenë thot dy krahina po shtetet mëdha, thot jo, që kanë qenë pe pabesimtarëve të asaj kohe. E gazawt e Turk bima në Tatar, a i ki luftu thot Tatarët që kanë qenë thot mizor të mëdhaj të asaj kohe. Para se të kalojnë në Islam, edhe pse me kalimin e tyre në Islam e dim se do të jenë mbrojtës të madh. Thot jo, thot shudi subhanallah, thot krejt këta njerëz kanë shpëtu prej teje me një fjalë, krejt këto shtete me një fjalë, pa besimtar kanë shpëtu prej teje, e vllai yt musliman nuk po shpëton prej teje. Krejt këta thot pas kanë shpëtu prej luftimit tën, po vllau tën thot musliman ky s'po shpëton nga lufta jote që po ja bën. Edhe ky njeri atëherë hesht, edhe inshallah don Allahu xhanu është pendu ai, po edhe ne inshallah pendohemi prej ramjeve të këtilla nga të cilat po them se ndoshta asnjëri prej nesh nuk jemi duke shpëtu.
Prandaj po ju kthejmë edhe herë edhe po i them vetes edhe juve, këtë nimet edhe dhunti që Allahu xhaleshan na ka furnizuar me te, e cila thash në fillim se është e vetmja gjymtyrë e cila nuk lodhet. Le ta përdormi aty ku Allahu xhaleshanu është i kënaqur. Le ta përdormi thot në përkujtimin e Allahu xhaleshanu edhe në qitjen në pah të hakut dhe mbrojtjen e tij, e kurse si në përdorimin dohet ekstrem apo në përdorimin thot negativ të saj, në të cilin për fat të kesh një numër i vëllezërve dhe motrave tona po binë te. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu samiun mujib.